Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar vizat për Shqipërinë dhe shumë vende të tjera në të gjithë botën. Vendimi është marrë nga Departamenti i Shtetit, i cili ka vendosur të pezullojë lëshimin e vizave të emigrantëve për 75 vende të botës, përfshirë Shqipërinë dhe 5 shtete të tjera të Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa nuk është pjesë vetëm Serbia. Departamenti Amerikan i Shtetit ju ka kërkuar zyrtarëve konsullor të refuzojnë vizat për një periudhë të pacaktuar, ndërsa vijon rivlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe verifikimit. Përveç Shqipërisë, vizat janë pezulluar edhe për shtetasit nga Rusia, Somalia, Afganistani, Brazili, Irani, Egjipti dhe shumë vende të tjera të botës së tretë. Pezullimi i vizave do të hyjë në fuqi më 21 janar dhe do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar, derisa Departamenti i Shtetit të kryejë një rivlerësim të përpunimit të vizave të emigrantëve në këto shtete. Departamenti i Shtetit do të përdorë autoritetin e tij për të konsideruar emigrant potencial të papërshtatshëm që do të bëhesh një barë publike për Shtetet e Bashkuara dhe do të shfrytëzonin bujarinë e popullit amerikan. Emigracioni nga këto 75 vende do të ndalet, ndërsa Departamenti i Shtetit rivlerëson procedurat e përpunimit të emigracionit për të parandaluar hyrjen e shtetasve të huaj që do të merrnin ndihmë sociale dhe përfitime publike. Kategoritë e vizave të prekura janë bashkimi familjar, punësimi, birësimi, emigrantët special, llotaria, ndërsa vizat studentore dhe turistike mbeten të paprekura. Në nëntor të 2025-s, udhëzimi i Departamentit të Shtetit i dërguar në posta në të gjithë globin urdhëronte shërbimet konsullore të zbatonin rregullat e reja gjithëpërfshirëse të shqyrtimit, sipas të ashtu quajturës dispozit barë publike të ligjit të emigracionit. Udhëzimi thotë se vizat mund të refuzohen aplikantëve që mendohet se ka të ngjarë të mbështeten në përfitime publike, duke marrë në konsiderat një gamë të gjerë faktorësh, përfshirë shëndetin, moshën, aftësinë e anglishtes, financat dhe madje edhe nevojën e mundshme për kujdes mjekësor afatgjat. Aplikantët e moshuar ose mbi peshë mund të refuzoheshin, së bashku me ata që kishin përdorur në të kaluarën ndihmë financiare qeveritare ose institucionalizmin.